Mes dhimbjes së thellë dhe lotëve që nuk pushuan asnjë qast, familjar, të afërm dhe bashkëshortar, hapën dyert e mortit për familjen Kola, për të përcjellë drejt banesës së fundit 4 anëtarët e saj që humbën jetën tragjikisht në Itali. Një ngjarje e rëndë që ka tronditur jo vetëm familjen, por edhe mbar komunitetin e fshatit Gryksh në Peqin dhe Megjer. Arkmortet e 4 viktimave mbritën në orë të para të mëngjesit të sotëm në Gryksh, duke sjellë me vete një dhimbje të pamatshme. Pamja e kortezhit mortor dhe heshtja që mbubloi fshatin ishin dëshmi e plagës së hapur që kjo tragjedi ka lënë pas. Flamujt u ulën, rrugët u mbushën me njerëz, ndërsa sytë e skuqur nga lotët tregonin se humbja ishte e përbashkët për të gjithë. Qindra shqiptar, brenda dhe jashtë vendit, u solidarizuan duke kontribuar financiarisht për të bërë të mundur kthimin e trupave në Shqipëri. Ky gest solidariteti u vlerësua si një akt njerëzor dhe shpresdhënës në mes të dhimbjes, duke treguar se në momente të vështira, bashkimi dhe ndihma reciproke mbeten vlera të forta të shoqërisë. Familjarët më të afërt, përfshirë nënën e Arti Kolës, vllain e tij dhe të afërm të tjerë, presin ngushëllime për humbjen e 4 personave nga e njëjta familje. Dhimbja e tyre është e papërshkrueshme, ndërsa fjalët shpesh mungojnë përballë një tragjedie të tillë. Qindra persona morën pjesë në përcjelljen e fundit, në një atmosferë zije dhe heshtjeje, ku çdo hap dhe çdo lutje shoqëronte arkmortet drejt prehjes së fundit. Sot Grykshi është i mbuluar nga zija, ndërsa kujtimi i familjes Kola do të mbetet i gjallë në zemrat e atyre që i njohën dhe i deshën.